Alp Control ka nisur një studim fizibiliteti për infrastrukturën e trafikut ajror në aeroportin ndërkombëtar të Kukësit, me qëllim përcaktimin e strategjisë më të përshtatshme për ofrimin e shërbimeve të kontrollit të trafikut ajror dhe planifikimin e zhvillimit të aeroportit me afat të mesëm dhe të gjatë. Kontrata për realizimin e studimit është lidhur me një kompani me seli në Langen të Gjermanisë, pas një procedure prokurimi të hapur të qelur në shtator dhe të mbyllur në tetor 2025. Vlera e kontratës është rreth 162.000 euro. Studimi i fizibilitetit synon të ofrojë të dhëna të detajuar për konfigurimin më efikas të infrastrukturës së trafikut ajror dhe për të ndihmuar vendimarrjen e Alp Control mbi investimet e ardhshme. Analiza përfshin identifikimin e objektivave, fushës së veprimit dhe horizontit kohor, si dhe krijimin e një dokumenti strategjik që përmbledh parakushtet dhe prioritetet për zhvillimin e aeroportit. Sipas dokumentacionit të prokurimit, studimi do të shqyrtojë disa alternativa teknike për infrastrukturën e kontrollit të trafikut ajror në Kukës, duke përfshirë ndërtimin e një kulle betoni, përdorimin e një kulle të lëvizshme, blerjen e një kulle të largët dhe ndërtimin e një qendre të kontrollit të largët me mundësi për të shërbyer disa aeroporte, duke përfshirë pista të vogla dhe si qendër emergjence për kullat e Tiranës dhe Vlorës. Alp Control thekson se një strategji e përshtatshme duhet të jetë e qëndrueshme, e adaptuar me kushte lokale dhe e orientuar drejt zhvillimit të aeroportit ndërkombëtar të Kukësit, duke siguruar harmonizim teknik të sistemeve të menaxhimit të trafikut ajror dhe efikasitet në ofrimin e shërbimeve. Aktualisht, aeroporti i Kukësit funksionon në kuadër të një kontrate koncesionare të miratuar në marsin e 2019 me kohë zgjatje 35 vjeçare, ndërsa studimi i fizibilitetit nuk lidhet me koncesionin, por ka për qëllim të ofrojë të dhëna për menaxhimin dhe zhvillimin e ardhshëm të shërbimeve të trafikut ajror. Ky studim është një hap i rëndësishëm për vendimarrjen strategjike dhe për përcaktimin e investimeve të ardhshme, duke siguruar që aeroporti i Kukësit të funksionojë sipas standardeve moderne të menaxhimit të trafikut ajror dhe të ketë një plan zhvillimi të qëndrueshëm për dekadat e ardhshme.